Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Regjisor me mua sonte në program janë Arben Meçi, mirëmbrëma Meçi. Mirëmbrëma. Stavri Marku, mirëmbrëma Stavri. Mirëmbrëma. Skënder Mëngjozi, mirëmbrëma Skënder. Dhe Frokçu, mirëmbrëma Frok. Mirëmbrëma. Meçi, doja të nisja me ju. Lidhur me fjalimin e Ramës sot, po doni dhe mund të ndjekim një insert shkurtër ti, mesazhet që ai dha dhe për situatën e krijuar, pasi le të themi edhe sot pas ditës kemi patur një protestë ku le të themi pjesëmarrja ishte reale, dhe ajo që më bëri mua përshtypje është fakti, për kjo është pastaj diskutim që s'dua të hap një tek tjetër diskutimi, ishin pjesëmarrës të hekurosur, pra njerëz normal, me fëmijë në krah, burra dhe gra, asnjë policë që i shoqëronte vërdall, se policën e shoqëroni një 50 veta protestës Berishës që marshonin nga rruga Kavajës. Ndërkohë, këta të tjerë te ishin dhe vazhdojnë një protestë, e cila ndukje është normale. Por natyrisht tema është delikate apo. Çfarë do nga unë tani? Një koment për situatën e krijuar. Për situatën po fjalën e Ramës. Edhe për fjalën e Ramës. Në fjalën e Ramës pati disa elemente të cilët janë për të analizuar, mirë posaçme ai distancoi komplet qeverinë dhe strukturat policore nga aktet antiligjore të kryera, qoftë nga strukturat e policisë private, qoftë nga strukturat e policisë shtetit, duke mbështetur heqjen e licencave, duke penalizuar dhe qëndruar larg sjelljes së një polici dhe duke kërkuar marrjen e masave për policinë e rendit, që është përgjegjësi drejt për drejt e strukturave të tija. Dhe natyrisht, me këtë lloj qëndrimi dhe me këtë lloj distancimi, unë virem në diskutim mbi filozofinë e protestës. Sepse dje unë jam prezantuar me 4-5 opsionet protestës. Opsioni i parë, që është një investim rus me prestanome, dhe dolën prova dhe u mbush media me këtë tezë. E dyta është që është një investim izraelit i cili do të marrë palestinezët nga gripi, do t'i sjellë në Shqipëri dhe kjo është një koloni. Do nxjerr një foto, një nga fotot e protestës që më bëri dhe mua më shumë shtypje, po. E treta, u ngritën probleme pronësore që për herë të parë po e dëgjoj nga individ, se deri më sot nuk kam dëgjuar dhe nuk ka çështje gjyqësore për çështje pronësore në atë vend. E katërta, u fol për cënim të ligjit mbi mjedisin. Dhe gjithë ta aktorë që në vetvete janë nukle, u bën së bashku, morën së patën dhe kësaj së patë ju shtu dhe një faktor shumë i rëndësishëm. Dhe të ky faktor i rëndësishëm, unë shoh pikën e bashkimit dhe njëkohësisht të organizimit që është shteti grek. Në qoftë se më lejon, unë regjisi kam dhënë një fotografi në këtë moment, qoftë se nxjerr atë fotografi. Po, në atë foton që ka dhënë zoti Meçi, po. Megjithëse unë s'e kam parë akoma, po. Jo, sa ke parti. Okej, po e shikoj, Sa po doli? Flisni për këtë që është në ekran. Shive tani. Kjo është protesta sot. Kjo është foto e sotme? Sotme. Sepse oqi, store, sortë, stond, zvërnec, e tjera. Pra këta këtu, ja ku e ke shkrimin, janë protestuesit që ke sot protest. Janë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 autobus. Sa veta bëjnë? Nga Greqia sot, tani, çfarë mund të vazhdojnë bisedë në tutje sot? 500-600 veta minimalisht. Çfarë mund të... Po këta po vinë nga Greqia. Po strukturat greke që janë aktive sot në Shqipëri. Ja këta e bëjnë protest atje. Prandaj kjo protest, dhe ju me drejt kapët problemin e shtetit shqiptar atje që duhet fuqizoj skemën, sepse këto autobusa kanë qenë edhe për zgjedhjen e Berlerit. Këta autobus kanë qenë. Në këtë formë dhe atëre, dhe i kemi fotografitë asaj kohe. Dhe në qoftë se ne jemi përpara kësaj situate, ku protestën po organizojnë njerëz të sjellë nga Greqia, çfarë morali ka kjo protestë? Në qoftë se sot media është mbushur sot media, me izraelit, me kufi izraelit, me pushtim izraelit, me koloni. Po e kemi edhe foton e Ramës, veshur si nga individ të cilët prej kohësh që kemi vënë në debat çfarë përfaqësojnë Republikën e Shqipërisë. Dhe në qoftë se kloun të politikës shqiptare dalin në me ta shquajtur në çështje mjedisore,
Unë në pak duhet jemi i qartë. Përse do flasë? Do flasë për problem pronësor, do flasë për pushtimin e Shqipërisë, do flasë për këta rusët që po investojnë në Shqipëri, do flasë pastaja për mjedisin, apo do flasë për këta këtu? Nxjerrë edhe atë foton të lutem. Për këtë do flasim, dhe kjo foto këtu, kjo foto që nëzore tani ju, Ku është në cilën nga pika është? Kakavi. Kakavi? Kakavi. Nga njerës që janë prezent aty më dërguan. Jo, se duket nga parulla. Po jo, po të them unë, gjithë kjo kontingent sot është prezent. është dhe linja, Athin-Vlorë, sot aty. Athin-Vlorë. është sot kjo linjë, Po shoh atë. po them, e keme parull me gjithë, organizuar nga shteti grek. Çfarë ti ve emrin asaj masë që sot të shumë atje? Çdo shteti grek i cili angazhohet në politikën shqiptare të mjedisit. Ç'është kjo deklaratë e shtetit grek që ndryn punët e brendshme të Shqipërisë? Edhe këtu kemi thënë gjithmonë, kujdes nga greku. Dhe këteja kemi dhënë mesazh kryeministrit të Shqipërisë, zotëri. Kujdes nga dhurat e grekut. Sepse tani futem në konflikt në interesave. Po, ai rezort është pasuri e madhe për Shqipërinë dhe unë do të jem tani, kam qenë dhe do të jem në mbështetje të tija. Sepse unë edhim ja fëmijësh çdo të thotë të bësh një investim. Ajo që ne i kërkojmë qeverisë shqiptare dhe që unë ja kërkoj me insistim dhe ja kam kërkuar është transparencë. Po, këtë duhet ta kishte bërë. Pra, ajo gjë, sepse kjo është një vlerë në Shqipëri, është një mrekulli në Shqipëri. S'ka pse fshirë. Dhe unë pyetja që bëj këtyre protestuesve është, zotërinj, a jeni që të bëhet ky investim? Kjo është pyetja. Oqi thon ata. Oqi thot ai. Oqi thon ata. Oqi, edhe ta thot greqisht. Thon ata. Po. Oqi thot. Oqi rezort në Zvërnec thot. Jo, po një sekond, se ka Stavri, vetëm një sekond. Vetëm një sekond, Skënder. Ine Heleniki Pronë greke. Pronë greke, pra Zvërnec është pronë greke. Po. Po duket... E tha, shiko se ta ministeri jashme greke, më zotni. Një sekond, pritesh. Ty mund të ketë shteta homogjene etj. Normal, s'ka ne se edhe mund të ketë, nuk ka ne gjë. Unë e di, ndryshe nga Rama, unë e di që në Nart ka një komunitet. Ne e quajmë grekofon, ata mund të jenë homogjen, pastaj kjo është interpretimi. Po duket normale kjo, Stavri? Nëse kjo foto që nga unë shikoj për herë të parë me thënë vërtetën. Demokracia me vendimin është kam vetëm unë kam. Nuk e kam media fare, e kam unë vetë sot dhe desha ekskluzivisht ta nxjerrja tek ty. Për të treguar përfundimisht shive çfarë ndodh. Jo, në cilin Me Kakavi. Po si është Kakavi, se kuptoj unë këtë kush. Tani se kupton atje. Po jo, e marrin për të qenë, s'ka problem. Po. Okej. Tani nuk është montazh, ë? Okej, s'ka Po problem. kudo që të jetë, Stavri, edhe nëse është qatë boto, edhe është... 4 autobus apo jo? Jo, Keq më shumë. 10 autobus. Kusoj për 40 sa janë ata? 400. Po mos mbaj një autobus 40 veta, o Stavri. 50. Mbaj çik Po më shumë. shkërën si ka? Mbaj çik më shumë. Po ja çuj 50 veta. Ja çuj 500. Të them unë një diçka. Sipas mendimit tim, gjithmonë kam mendim. Po patjetër diskutohet. Zona është njojtur sipas Konventës së Këshillit të Evropës më 18 nëntor të vitit 2016 është njojtë si zonë që jetojnë grek etnik. Janë 920 persona nga fshati Zvërnec, 4200 nga Narta, e disa të tjerë nga Poro dhe Lisufa. Më thanë, në atë zonë atje, njifej historikisht, neve të paktën që sa që luan të futbol në kategorinë e dytë Narta, Adriatiku, me vërtimin e i Marsa dhe bëj fest, e eshtur, vite 70 e 10, që ishme në dvejgjë, në ndishtim. Kështu që në atë zonë është jashtë zonës, ajo është një nga çështjet që Greqia lufton që duhet të heqim të larg këtyre zonave sepse janë terminologji e vjetër diktaturës e tjera. Po nuk ka zonë, më fal, me konventa ndërkombëtare nuk ka zona minoritare më. Si koncept ka rënë. Atëre kërkojnë në Ministrinë e Jashtme ke kapitulli 4 faqja 50. Nuk ka më në atë konceptin dhe të njojtur nga shteti shqiptar, nga përpjekjet që ka bërë zoti Koqias që ato vit, që kaloj edhe kuadri ligjor i minoritetet e tjera. Ka rënë nocioni i zonave komunitare. Sepse quhen është koncept diskriminues kur ti një zonë e konsideron të limituar dhe ekskluzive vetëm për një grupim. Prandaj, kjo është, nuk ka këtu ndonjë... Atëherë ta bëjmë diskutimin ndryshe, atëherë i bie që pas protestës që nga vërtet Greqia. Jo këta, po 100 autobuzat të vinin. Kur për drejtën e pronës nuk pët njëri. Okej, s'ka. Janë plotësisht. Po je pronar ose ata po kërkojnë drejtën e pronës në Shqipëri dhe këtë projekt po organizon Greqia. Ky është konkluzjoni. Jo më organizon vetë, pse thonë Greqia. Dhe ç'është më kryesorja? Këta njerëz, kaq kaltroje janë,
ku në Pararoj vendosë Kanë organizime të tyre ata, më vëlla. Këta, Qamëria Shqipëri këta. Pse? Se në basa saj Qamëria Shqipëri është ka Litrojës. Atje është mas Ju lutem regjia. Stari, vetëm ka një gjë. Tani, ata që kanë dalë sot protest, thonin nga Qamëria te Shafa Mollës, jemi shqiptar. Pra, Qamëri na prit se po vim. Tani ta kuptojmë. Këta janë pro Qamëris, apo këta janë atje ka pas shumë grupe interesi. Pro-pronës së Greqisë. Atje ka pas shumë grupe interesi. Do të thënë çamët dhe grekët janë bashkëpunuar. Ka pas grupe ambientalistësh, ka pas grupe Kush ishte ambientalist atje? Sazanguri? Nuk e di kushdo që tjetër. Po mos thuaj grupe. Mos thuaj grupe. Po jo. Në emër të saj. Në Parulla nuk ka asnjë shenjë. Prandaj thash 5 çështje thashun, kë do marrim ne? Kë do marrim? Po kjo është diskutoj Rama. Megjithatë Kjo do të se ai aty është normal pra. Do një shtrat. Normal pra sepse 400 veta që të vinë nga Greqia aty, minimalisht. Nuk shka që kollajshme kjo të... Për bëjnuk, dhe këta janë dokumentuar. Dhe këta janë ajo pjesë e cila vjen nga Greqia. Po mos harrojmë që ata janë prezencë dhe në Shqipëri. Dhe prandaj po them, kjo nuk është protestë e popullit të Vlorës, i dolën shumë njerëz e thanë, protestë e popullit të Vlorës. Jo, zotë. Një sekond. Atëherë ta sërëm, ndoshta unë kam qenë në fundjavë në Vlorë. Dhe këtu unë jam i prerë për këtë punë, për edhe futëm në debat tjetër. Unë kam qenë në fundjavë në Vlorë. Kam takuar vlonjat, me thënë vërtetën, nuk takova dikoj që thoshte që po ndodh kjo protesta. Se në fakt, ajo protesta 30 veta ishin 40 veta. Sa do që tjenë, unë respektoj dhe protestin e personi. Po mos që ndodha ajo idiotësia e ati rojes private, po ama nga ana tjetër Skënder, ajo idiotësia e ati rojes private, mos zbulon faktin që praktikisht kjo protest nuk bëhet fjalë për dhunën që ushtruan mbi atë me protestuesin, e cila është e dënueshme dhe gjykata sot e Lamburg. Po pas ka qenë diçka tjetër. Jo investime në Zvërnes, Zvërnesi është tokë greke. Ka njerëz janë pretej sot. Është pronë. Kaq më duhet mua. Pronë, sepse na pyeta starve, është pronë greke, po. Qofse i hym folklorit etnik dhe nacionalist, gjejmë gjëra dhe më të rënda se kjo besoj unë. Dhe i gjejmë gjitha kohrat, ka pas dhe do të ketë. Unë këtë ngjarje e shoh si një produkt të disa frymëzimeve dhe disa shkaqeve. Natyrisht që ndërhyrja e shtetit grek për rastin e dhunimit të atij personit nga rojet e sigurisë ishte e drejtë për drejtë dhe si gjithmonë. Dhe aty u përmend shtetas grek 1 dhe pronë për të pronën e tij 2. Dhe pronën e tij 2. Domethënë tash ishte këtu gjithmonë në këto lloj deklaratash ajo që vihet në diskutim është sovraniteti i një shteti tjetër në fundit. Sepse Shqipëria është sovrane jo më në Vlorë ku ka ngrit flamurin, por shumë më larg se sa Vlora në veri dhe në jug dhe nuk është fare ky lloj diskutimi. Kjo është një përdorim i shëmtuar politik, cilit Rama i ka dhënë një përgjigje dhe qeveria shqiptare me administracisë jashtme ka dhënë përgjigjen e vet, dhe që unë mendoj se është ndër frymëzimet negative relativisht të parrezikshme që ka kjo ngjarje brenda. Këtë bindje kam. Do të thotë, ne sot ndodhemi në një situatë si shtet, kur vitet 90, që ne na destabilizonin, sa po vinte një deklarat nga Athina, sa po vinte kërcënimi për një operacion fshesa, sa po shfaqeshin autobuzët me emigrant palishëm shqiptar, ekonomik, në Kakavi dhe në Kapshtic, që i kthenin mrapsh me qindra dhe me mira, unë mendoj nga ai moment Shqipëria ka kaluar, jemi bërë antar të NATO-s, e kam thënë në këtë studio, do ta rikthem, që kemi konsumuar një përplasje si që ishte ajo e Fredi Bellerit, ku ne diplomatikisht kemi dalë fitimtar, tjetër punë pastaj se çka ndodh. Unë dakord, po unë këtë foton e shoh me shqetësim, me thënë vërtet. Kjo nuk paralemron, nuk paralemron kthim të mirë. Kjo është shqetësimi është. Shqetësimi nuk është kthim e mirë. Shqetësimi është dhe natyrisht. Dhe të vish pas javë parë diskutuam që është më e mira, klima më e mirë etj. Tani të lutem. Për masa e investimit Sokol,